U bën 6 vite prej se Maqedonia e Veriut formalisht u bë antarja e 30 e NATO-s. Kjo temë sërish rikthehet në opinion përmes urimeve partijake, meritave të vjetra dhe përballjeve të reja politike. Për te mesazheve të politikës ditore, çështja që shtrohet sot është shumë më praktike. Dhe duke i parë zhvillimet në rajon edhe lëvizjet gjeopolitike në rrafshin global, çka realisht fitoi Maqedonia e Veriut me hyrjen në NATO? Si marrë vesh të punë? Nuk i kuptoj. Asnjë nuk mundet të arsë. Me kësha të shkua, asnjë si. Zort, dimi 4-5 po, a më shtej frek në. Qaj është, që të s'kam gjithon për Maqedoni. Po duhet me hinë në NATO, ama duhet të shkoje pak në regull të kryesejt. Mund të jenë në NATO, pse jo, ama kryeseja nuk shkon si që duhet. Shkurt e Shqip, hiq kërkund. Jo mi nga mërgimi i arës këtu, 36 vjetë në Evropë, këtu jom bo pishman pëse jam këthi. Po në pleci nuk bohan më gjana, aj që gabon, kaq. Po më mirë është se tash në rast rreziku, si thoni ka shtetet tjera që për afër që janë, me na shpëtohu se çka më bo. Pa unë mendoj se është më e sigurt si shtet, të tje se di, ekonomikisht di e si është. Drejtën ma keq, ose sa nuk ka hinë NATO, e vetëm fjalët janë NATO. NATO nuk është, vetëm formalitet është për ndryshe nuk është NATO, ende. NATO kur do hinë atër ndryshe do tjetë.